Bismillahirrahmanirrahim. Gjitha falëndërimet, gjitha lavdatat, i qofshin dhe i takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ata falëndërojmë nga zemra, nga ai ndihëm kërkojmë të gjithë. Ati lutemi më na fal gabimet tona, prindërve tanë, mësuesve tanë, hoxhallarëve tanë, vëllezërve tanë, motrave tona, studentëve tanë, kudo që të jenë, ja Rabbel Alamin. O motra të ndershme, në këto momente të bereqetshme, në këtë muaj të bereqetshëm, në këtë vend të bekuar, në xhami, po i lutem Allahu Gjeleshanuhu me emrat e mirë që i ka, që këtë Kur'an i Kerim që a keni kënduar, këto ajete që a keni kënduar e i keni lezuar, Allahu i pas pranuar me atë pranimin më të mirë. Çdo shkron që a keni lezuar të gjithë, si që ka thonë Muhammed لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف والحسنة بعشر أمثالها. أليفين يشكرون، لام يشكرون، ميم يشكرون. Lezimi i çdo shkronje është mirësi. E formula kuranore, mirësia, një mirësi, barazi me 10. Këto është nderi i Allahu Gjeleshanuhu, bujaria Allahut, mirësia e tij, ndaj robërve të tij, ndaj lezuesve të Kur'anit, aferim, ju lumt goja, ju lumt zemra, Allah ju bekoft 10 fish për mundin që a keni dhanë, për kohën që a keni hargjuar, për interesimin që keni treguar. Kush u bë iniciatorë me YouTube-u juve rreth sofrës së Kur'anit, Allahu asaj ja shumë fishoft dysh shpërblimin dhe inshallah pasi që të mbaron muaji i bekuar përsëri inshallah startoni dhe vazhdoni. O Zot, bënë këtë Kur'an dritë për zemrat tona. O Zot i madhnueshëm, bënë Kur'anin familjar pranver për zemrat tona. O Allah i madhnueshëm, të lutemi që këtë Kur'an Kerim që e kemi lezuar, këtë hatme që e kanë bë motrat tona, studentët tanë, që ky lezim të jetë shërim për ta, dritë për ta, shërim për gjitha smundjet psiqike dhe fizike, dritë për zemrat e tyre, ja Rabbel Alamin, dritë në jetën e tyre, dritë në familjet e tyre, dritë edhe në varin e tyre kur do të vdesim të gjithë, ja Rabbel Alamin. O Allah i madhnueshëm, të lutemi që mos të ndash prej ne, prej shefatit të Kur'anit. O Allah i madhnueshëm, na bën ne që të jemi prej atyre të cilët jetojnë me Kur'an, e shoqërohen me Kur'an, punojnë me Kur'an dhe vdesin me Kur'an. Na bën prej atyre të veçuarve, ehlul Kur'an, hum ehlullah, wa khassatuhu. Ata janë njerëz të zgjedhur, të dalluar të Allahu Gjeleshanuhu. O Allah i madhruar, le të jetë kjo hatme shkak për një studim më të mirë fillt të motrave tona të meditimit, të tedebburit, të tilavet që e keni bë, Allah ju shpërbleft, Allah e pranoft, Allah për çdo shkronjë që a keni lexuar, 10 fish të shumë fishoft, e për Allahun nuk është të vështirë atë. Allah shumë fishon, gjerë në 700 fish, shumë fishon, gjerë në 700 me nderin dhe mëshirën e tij. O Allah i madhruar, nëse kemi haru prej Kur'anit diçka, na rikthe zemrat tona. Nëse nuk dim prej Kur'anit diçka, na mëso të gjithëve, ja Rabbel Alamin. Mësoj këto vajza, këto motra, këto kolege, këto profesoresha, dhëroja atyre
dritën dhe sekretin e Kur'anit. Dashuroje ata në librin tënd, ja Rabbel Alamin. Ti ke thënë në librin tënd wa innehu le kitabun aziz. Kur'ani është i mik i çmuar. Kur'ani është një mysafir i shtrenjtë, aziz. Shumë i lartë, shumë i ndershëm. Na bë prej tyre që e presim këtë mik ashtu si i ka hije. Me lexim, e me vepra, e me davet, e me thirrje në këtë libër, ja Rabbel Alamin. Ditën e gjykimit të gjithë të kemi nevojë për dritën dhe shefatin e Kur'anit. Yuqalu li sahibil Kur'an, thuhet njeriu të Kur'anit, personit i cili ka jetuar me Kur'an, ka lexuar Kur'anin, iqra warqa wartaqi. Vazhdo, lexo. Sa ajetet i shton, çat shkallë rritesh më lart. Lexo mos të ndal, se në atë ajetin ku të ndalesh më lart, aty e ki vendin. Na e dim të gjithë që ditën e gjykimit, oj vajza, oj motra, nuk ka vepra, ka llogari. Po vetëm Kur'ani fam lart mbani mend këtë. Vetëm Kur'ani fam lart, Kur'ani madhnueshëm, adhimu sha'n, e ka këtë specifik, e ka këtë veçori, e ka këtë fadhile, këtë nder. Ju thuhet personit të Kur'anit, i thuhet atij i cili e ka mësuar Kur'anin dhe i e ka mësuar dikujt tjetër, lexo se akoma procesi i shpërblimeve vazhdon. Si vazhdon procesi i shpërblimeve? Duke lexuar. Sa ajete ti lexon, po aq shkallë do të ngriten në xhenet. Allahu Akbar. Çfarë libër kemi? Allahu Akbar. Çfarë libër na ka nderuar Allahu xhaleshano me këtë libër. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. E kemi zbritur një libër. Në këtë libër keni dhikrukum. Të gjithë komentatorët e Kur'anit, mbani mend këtë, të gjithë mufesirët e Kur'anit kanë thënë në këtë libër na kemi dhikrin ton. Çka nën kupton dhikrukum? Nën kupton sharafukum, nderi ynë, izzukum, forca jon, fakhrukum, krenaria jon, majdukum, nderi ynë. Në këtë libër Allahu xhaleshanuhu na ka nderuar të gjithëve, prandaj duhet të jemi të kujdesshëm. Nëse kërkojmë prenari, nëse kërkojmë nder, nëse kërkojmë forcë, nëse kërkojmë bereket, nëse kërkojmë shëndet, me Kur'an. Me Kur'an i bëjmë ballë çdo dertit terman, i dalim ballë dhe sfidojmë çdo problem. Kur'ani kushtetuta Allahu xhaleshanu. A mjafton vetëm bukur leximi? A mjafton vetëm tilaveti me tajvid e me rregulla? E kemi kryer tani elhamdulillah këtë klasën e parë të leximit. Tani do të kalojmë në klasën e dytë të leximit dhe të veprojmë sipas këtij leximit. Se kushtetuta e çdo vendit, kushtetuta e çdo shtetit, katalogu i ligjit në çdo vend dhe në çdo shtet, duhet të mirë lexohet, po duhet të mirë interpretohet, po pastaj, pasi që të lexohet mirë, të kuptohet mirë, të interpretohet mirë, çka kërkohet prej popullit? Kërkohet me punu sipas asaj kushtetutë. Ja, pra, edhe kështu është rasti me Kur'anin. Nuk është mjaft vetëm të tilavetit të ndalemi, nuk është mjaft vetëm të bukur leximi, dhe të garojmë në lexime, po jo, neve tani do të dalim në klasën e dytë, në klasën e tretë, në klasën e katërt, kështu me radhë. Të kalojmë tani në mirë kuptimin, në meditimin e këtij mesazhit të Allahu xhelle xhelaluhu.
Këto është një problem sistematik dhe metodologjik në jetën tonë për medrese, fakultete, e universitete, po e qendra islame, ku i vetëm leximit, drejt leximit të Kuranit. Ndërsa të zbërthimi i fjalëve të Kuranit, të mësimi i fjalëve, të kuptimi i ajeteve të Kuranit, të meditimi i ajeteve kuranore, po këtu kemi ngel mbrapa. Të interpretimi të tefsiri i ajeteve kuranore, edhe këtu kemi ngel mbrapa. Nuk kemi në bëktare tefsirat të mjaftueshme interpretime kuranore, sikurse në botën arabe. Në landët e tefsirit të shkencave kuranore dhe metodologjia mufesirëve klasik dhe atyre bashkohor, me studentat që për i marrin këto tema dhe këto për i debatojmë këto çështje, me qindra tefsir në kartë të hershë në botën arabe. Ka tër bota islame, nga Arabia, Iraku, Jordania, Persia, atëherë kanë ekzistu kufit, si kurse tani që i kemi kufit, po që i ka vendosë okupatori. Atëherë, nga vendet e Shamit, nga Palestina, e nga Egjipti, e nga Maroko, e nga Algjiri, gjitha këtë trojet islame, arabe, jenë shkruar komente dhe tefsirët e Koranit. Kemi edhe prej grave në botën arabe në Egjipt, që kanë shkruar tefsirët e Koranit, dhe jenë dalluar me metodën e tyre bashkohore. E prandaj apeloj tek ju dhe e thras vete në rast të parë, inshallah Allah na mundson që edhe ne t'i him këti obligime apo këti emaneti tefsirit të Kuranit para se të vdesim, para se të takojmë Allahun xheleshanuhu, që edhe në të radhitjemi ma ta mufesir të hershëm e të lëm të qka gjurma pozitive pas veti. Prandaj, obligimi bereqeti tani hatmës kërkon për jush më ngrit ma lartë se si tani bëboni takim meditim, të dëbburul ajat, ka librat mjaftueshme, edhe në gjuhën arabe, e marim një ajet, dy ajet nga çdo sure, dhe i meditojmë sekretet gjuhësore, dimensionet etike, morale, mësimet që ka mundemi me i përfitu nga këto ajetet, se si me i fut në jetën tonë praktike, aplikimi këtyra ajeteve në jetën tonë, familjare, shpirtërore, sociale, ekonomike, politike, se si do të menaxhojmë jetën me këtë Kur'an. Shumë kemi mosdije rreth Kur'anit. Shumë nuk kemi informata rreth Kur'anit. Jemi të pafëdisuar në atë nivel të duhur për tematikat kuranore. Çështja gruas në Kur'an, që për ju këshilloj tani që ta merrni Suratun Nisa, surja e grave, Suratun Nur, surja që flet për dispozitat sheriatike për gratë të muslimanet, për hyrje daljet, kufit e veshmbatjes të havales, Suratul Ahzab për gratë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Suratul Talaq, surja e shkurorzimit. Këto 4 sure duhet të jenë në fokusin tuaj, oj motra, që kanë të bëjnë me botën tuaj femrore, që kanë të bëjnë me të drejtat tuaja ligjore, legale, që kanë të bëjnë me familjet tona dhe tuajat. Këto surat madhështore i kanë debatuar të gjitha këto çështjet. E prandaj është e udhës që të bëhet një takim. I lutëm Allah xheleshano, se thot dikush ndoshta është vështirë për kush me na komentuat një bam. I lutëm Allahut me dhënë bereqet në kohë, të forcë në shëndet,
që na ta startojmë këtë debat me ju, për emër të Allahu xhaleshanuhu, të bëjmë këto takime profesionale dhe ta shohim se si Allahu xhaleshanuhu e përmjet këtyre kaptinave i ka luftuar traditat e gjahiljetit, traditat që kanë qenë prezente në gadishullin arabik, që i kanë bë pa drejta gruas, i kanë bë pa drejta femrës, e kanë nënçmuar, e i kanë bë çmos që nuk ta merr mendja. E ka ardhur Kurani, e ka shpëtuar gjendjen. Ka kjo gjendje kaotike, po ka kjo gjendje që s'ka pas ligje, s'ka pas rregullore, nga ky terr. Plus Kurani thot terna të shumta dhulumat, ardhja pejgamberit ka qenë o va yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, e kanë nxjerr popullin nga ternat e rësira të ndryshme, e rësira e besimit, e rësira e shirkut, e rësira e mendimeve të pa baza, e mendimeve negative ndaj Allahu xhaleshanuhu, e rësira shpirtërore, xhelozia, mendje madhësia, arroganca, padrejtësia, po e rësira, ka ardhur Kurani e ka nxjerrë shoqërinë arabe nga këto errësirat në dritën e Allahut, në dritën e Kuranit. Suratu Nisa ka shpall luftë dhe revolucion për gjendjen e keqe ndaj ngrave që ka qenë në botën arabe, në gadishullin arabik. E mos flasim për gjendjen e gruas në civilizimet e hershme persiane, indiane, kineze, qifute hebreje, e krishtere, e gjahiljetit të Arabis. Shumë ka qenë nënçmuar. Erdhi Kurani, erdhi suratu Nisa, erdhi suratu Nur, erdhi surat Talak, edhe për të drejtat atyre grave të cilat në rast se nuk ju pëlqen, po atyre nuk ju pëlqen mohabeti gjaku i tyre, kimia e tyre, Allahu ka thonë, se cili në hajër, se cili në rrugë të tij, po mirë po të drejtat nuk uzojnë mushkel, edhe të drejtat para martesore, edhe të drejtat pas martesore. E prandaj, lutuni Allahut me zemër, mja ushtua diturin, mja ushtua dashurin tuaj ndaj Kur'anit, mja ushtua interesimin tuaj ndaj Kur'anit, mi zbulua sekretet kuranore, sa akoma nuk kemi zhyt në brendin të Kur'anit me i zbulua ato gjavahire, me i zbulua ato mirësina, ato dritra që Allah i ka shpall, e që shumica, si ka thonë Allahu në Kur'an, walakin akthara nasi la ya'lamun, shumica njerëzve nuk po dinë. Njerëzisht. Le të jetë kjo hatme që e keni bën, hatme e reformave shpirtërore, psikike, sociale, hatme e reformave, ndryshimeve të metodologjisë, se kuptimit e Kur'anit, po organizoni komisione, po mes jush dhe gjithmonë mundoni me çpik idena pozitive se si me përhap mesazhin e Kur'anit. Mi marr disa ajete që kuptohen letë, që nuk kanë probleme po të komentimit, dhe me i botua, me fletushka, e pastaj me gjithë të një donator që i boton dhe me dal dhe me i shkep gratis publikut në për qytetet e Kosovës, në për mezhliset të ndryshme, po me punu me Kur'an, me pas një jetë dinamike me Kur'an, me të regu dikujt se këtu e kemi forcën, këtu e kemi nderin, kemi gjallërin. Mu për këtë, na nesër e kemi vendosë këtu, inshallah, në këtë xhamin, ku jemi tani duke shërby në Zvicër, në xhamia e Tulipanit, në qytetin Rajna, në këtë qendër madhështore, po që do të flasim 2 herë, inshallah, rresht për feminizmin, për pozitën e gruas në civilizime të hershme dhe Islami ku e ka ngrit gruan, të drejta që ja ka dhënë Islami
do ta bëjmë prezantimin me teknologji si zakonisht me prezantimet tona e i avlen oj motra. I avlen me boni konferencë, me boni simpozium, me boni seminar nëse jemi gjallë edhe kur kthehemi atje në Kosovë, me boni ki madhështor si kemi bo në Kumanov për hafëzlartë për ijazetin e Kuranit, po edhe për këtë çështje me ju me bë një takim ose në Prishtinë, ose në Shkup, ose ku është ma qelluar një takim madhështor dhe me tregu mesazhin e Kuranit botës, e sidomos për çështjen e femrave. Sidomos ata cilët po na sulmojnë shumë, e po sulmojnë gruan islame, po ju sulmojnë juve me shamia, po ju sulmojnë vajzat tona, po ju sulmojnë motra tona, se kënë se islami pas ka bërë zullum dhe padrejsi gruas. Ju falenderoj për nderin, ju falenderoj për respektin, ju falenderoj për interesimin, ka zemra për interesimin tuaj, që tregoni interesim të bashkoheni rreth sofrës e dietarëve dhe shërbyesve të Kuranit. Allahu ju lartësoft. Allahu qoftë i kënaqur me juve të gjithë. Allahu ju dhash bereket në shëndet, në familje, në çdo projekt që ka keni në jetën tuaj. Allahu qoftë i kënaqur me ju. Allahu qoftë i kënaqur me ju dhe mos ju humb kur, ya Rabbel Alamin. Unë me kaq e përfundoj këtë fjalimin e rastit e këto duat shpirtërore që i bënëm, që këtë hatme që e keni bo me qenë dritë për ju, me qenë forcë për ju, me qenë ringjallje shpirtërore për ju, me qenë start i hajrit për ju, me qenë start i përmirësimit të popullit, të vetëdijsimit të popullit, se vetëm me Kur'an e kemi përparimin, rahatin, qetësinë. Në atë moment kur largohemi prej Kur'anit, do të jetojmë në komunizëm, do të jetojmë në marksizëm, në leninizëm, do të jetojmë tani me këta rrymat moderne, aktuale, të laike, sekularizëm të pa feve, e është friga që Allahu mos po na dënon nëse na nuk punojmë. E prandaj lutin Allahut me qenë të bereqetshme. Lutuni Allahut, o Zot, pranoj prej neve, sikur se Ibrahim a.s. si ka thënë, mos harani. Allahu po urdhëron të dashurin e tij. Wattakhadha Allahu Ibrahime khalila, të dashurin e tij. Po urdhëron pejgamberin, babën e pejgamberëve, për me ndërtuar shtëpinë e tij. Po me urdhrin e tij, pas që pe ngrit Ibrahim a.s. bazat dhe temelet e Qabës me Ismailin a.s. Po çka po thot? Rabbena minna innaka anta as-sami'ul alim. O Allah, na urdhën tënd ta qumë në vend, na ju në nështrum urdhrit tënd, prana prej ne këtë mund, prana prej nesh këtë mund, këtë sakrificë, ja Rabbel Alamin, edhe jo që ka jeni lodhë duke lexuar Kur'an, duke agjeru Ramazan, të jemi të edukueshëm para Allahu Gjeleshanu, ta ulim kokën me sinceritet dhe për uli, o Allah, prana prej neve këtë, ja Allah, mos na këtë duar të thatë, ja Allah, na e banëm tonën, prandaj ti të jesh i kënaqur me ne, ja Rabbel Alamin, të bëhemi si Ibrahim a.s. Të dridhemi pak në zemrat tona, apo na pranon Allahu këtë vepër apo jo? Jenë simptomet dhe shenjat e muslimanëve që duhet ta kenë frikën, çdo vepër të mirë që ta bëjnë, duhet ta kenë frikën apo e pranon Allahu apo jo. Prandaj lutem në këtë formë, Allah, Rabbena taqabbal minna. O Allah, të lutem pranoje. O Allah, të lutem pranoje. Të bona unë timin, tani Allah pres ti të pranosh këtë mund prej meje. Dhe inshallah Allah ka me mbjell dritë në zemër, do ta sheh veten tonë më aktive, do ta sheh veten tonë më e gjallë, do ta sheh veten tonë më të fortë, se nuri i Kuranit shkëlqen në fytyrë, shkëlqen në zemër, shkëlqen në gjymtyr. Vepra e mirë shkëlqen në fytyrë, shkëlqen në gjumë, shkëlqen në gjymtyr. Ndërsa vepra ndaluara, gjunahet, po teri, pruna Zot, teri i ka plon në fytyrat, teri i ka plon zemrat, sëmundja i ka plon zemrat,
jenë të lodhur, të rastkapitur, nuk kanë energji, nuk jenë aktiv, shkaku i sinceritetit dhe shkaku i gjunave. Këshilloj vetën dhe ju uarruni prej gjunave, të mëdhaja dhe të vogla, gjunave sekrete individuale dhe gjunave publike, dhe dharu dhahira l'ithmi dhe batine, largoni nga gjitha gjunat, ato që ka jenë publike dhe ato që ka jenë sekrete. E sidomos keni kujdes me këta telefona, keni kujdes me këta mesaje, prandaj mos e përdorni këtë aparat, këtë mjet vetëm sa keni nevojë, vetëm për qëllime të caktuara, se këto janë të kurdisura nga vendet të armiqtë të dinit islam, me na humbë neve nga Kurani, me na largua nga Kurani, me na hutua neve nga Kurani, me u zhytna në për harame, me ndyt këta sytë tona, e pastaj edhe me humbë dhe bereqeti.